billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah është përbleft, Zoti ju nderoft për pjesëmarrjen e juve. Hoxhën Zoti është përbleft me të mira. Gjithashtu më vajetonin Zoti nderoft. Juve xhamat Allah është përbleft me të mira në dunjë dhe ahiret. Na do të jemi bashkë për pak minuta me një legjerim I cili veç është dhe I paralajmëruar pra në ato ligjeratat e rregullta që po I kemi, është çështja e fillimit të shpalljes, piknisja e shpalljes të dërguarit të Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mendoj që ka diçka që mund me mësu shumë në këtë piknisje të shpalljes, nga se në veçanti kur botës I humb filli I zgjidhjes së problemeve, mendoj që po u kthyem në gjenezën e shpalljes së Kur'anit, kena me gjetë fillin e zgjidhjes së problemeve të mëdha me të cilat është duke u ballafaquar sot bota, e në veçanti bota islame dhe muslimanët në përgjithësi. Pra, ju e dini që I dërguari Allahut fjalët e para, shpalljen e parë, ajetet e para të surës Alaq, I ka prit në shpellën Hira. Po shtrohet pyetja se çfarë ka qenë duke bë pejgamberi në shpellën Hira. Pse I dërgumi I Zotit me lëshue qytetin dhe me shku në një shpellë dhe mu vetmu. Ku në transmetimin e Hazreti Aishës vjen se I dërguari Allahut në momentet para se t'i vinte shpallja, ishte dashuru në vetmin, e donte vetmin. Ama është shumë e rëndësishme kuptue pse I dërguari Allahut e mur këtë rrugtim. Për çka I dërguari Allahut, ai ende nuk ishte pejgamberi I Zotit, ende nuk dinte se çfarë është Islami. Mirë po ishin disa pyetje brenda tij, të cilat normal çdo njeri që është I logjikshëm duhet I bëj vetvetes. Pra, me njoft misionin e tij, me njoft detyrat e tij, me njoft krijuesin. Pra, me ditë arsyen pse ekziston. Po, këto përgjigje nuk është lehtë mi marr. Shumë prej përgjigjeve të jetës është problem I marr prej njerëzve. Nga se aq shumë përgjigje të dhon njerëzit, saqë ma është problem me zgjedhjes cila është e vërteta. Ka shumë përgjigje të cilat krijohen dhushum në opinion dhe aq dhushum I jepen individit, saqë individi ma nuk është gjendje me zgjedhje të vërtetë, nuk di cila është e vërteta. Andaj kjo e mundonte pejgamberin e Zotit dhe iku prej njerëzve për një kohë të caktuar dhe qëndronte në vetmin në shpellë. Se çfarë ka qenë duke menduar I dërguari I Allahut, më së miri e kuptojmë nga vetë ajetet e Kuranit të cilat I zbritën, ajetet e para që ja zbriti Xhibrili. Përderisa pra I dërguari I Allahut ishte në meditim, I shfaqet Xhibrili dhe I thot Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insanu ma lam ya'lam. Pra, e tham tekstin original, e që mrena këtij teksti kena me gjetë edhe përgjigjen e asaj se çfarë mendonte I dërguari I Allahut. Në radhë e parë duhet ta kuptojmë se këto ajete janë shpallje dhe Allahu xhaleshenuhu I shpall ashtu siç ai don. Po përmes këtyre ajeteve ndriçojmë shpellën e të dërguarit të Zotit dhe kuptojmë atë se çfarë mendonte I dërguari I Allahut. Nga se zgjidhjen, piknisjen e zgjidhjes së problemit, ja dhon pikërisht këto ajete të dërguarit. Spari pra, nga këto ajete I nxjerrëm 3 pyetje të paktën. Kush është Zoti? Kush është njeriu? Dhe cila është rruga e cila e lidh njeriu me Zotin?
Kjo e mundon të pejgamberin e Zotit. I dërguari Allahut çdo herë ka besu Zotin, po nuk e ka njohur Zotin. Ka shumë njerëz që sot besojnë Zotin, po pak jo njerëz të cilët e njohin Zotin. Pra, i dërguari Allahut besonte fuqishëm Zotin dhe çdo herë ishte besimtar. Ama nuk e njihte. Këtu filloi ta njeh Zotin. Qofse i shohëm ajetet, këto ajete, kena me drejtë se Allahu 2 herë e përmend. Në këto ajete përmendet emri Zot. 2 herë përmendet emri njeri. 2 herë është fjala urdhërore pra iqra lexo. Dhe 2 herë është përmend fjala dituri. Që nënkuptojmë se Zoti është krijuesi i njeriut. Po Zoti është edhe mësuesi i njeriut. Khalaqal insana min alaq. Krijoi njeriun nga droçka e gjakut. Është krijuesi i njeriut. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insanu ma lam ya'lam. Ja mësoi njeriut lapsin dhe ja mësoi njeriut diturinë të cilën nuk e diti. Pra, a pesheni kush është Zoti? Është krijuesi jon dhe është mësuesi jon. Allahu na ka mësuar me fol. Allahu na ka mësuar neve me mendu. Allahu na ka mësuar neve të shprehemi. Allahu na ka mësuar gjithë këtë dituri të cilën na e kemi sot, e kemi mësuar me Zotin ton. Zoti na ka mësuar. Pra, rrugtimi për mu lidh i njeriut me Zotin është dituria, nga se njeriu është përmend tham 2 herë, një herë si krijesë e Zotit dhe një herë si nxënës që e mëson Zoti. A shumë e rëndësishme me kuptu këta. Pra, çka pas ka qenë duke mendu pejgamberi i Zotit? I dërguari Allahut ka qenë duke mendu ta njoh Zotin, ta njoh njeriu dhe ta njoh rrugën e cila e lidh Zotin me njeriu dhe se rruga e cila e lidh Zotin me njeriu është dituria. Çështja tjetër që shohim nga këto ajete të Kuranit është edhe diçka tjetër që është interesant. Dituria dhe besimi janë 2 udhëtar të cilët duhet të ecin bashkarisht. Sa herë që ndahen, armiqësohen dhe humbin kuptimin e ekzistencës së tyre. Besimi nuk ka kuptim pa dituri, edhe dituria nuk ka kuptim pa besim. S'ka kuptim. Dituria është më rëndësi të jetë në emrin të Zotit. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbik. Lexo me emrin e Zotit tënd. Çka është kjo? Lexo me emrin e Zotit, pra kije Zotin në shoqërim, në grumbullimin dhe në avancimin e dijes. Njeriu duhet ta ketë çdo herë në shoqërim Zotin. Çdo herë të jetë në emër të Zotit. Asnjëherë me lënë anash Zotin e dituri, nga se bëhet pastaj dituria armik i njeriut. Kemi diturin pra edhe fetare, edhe diturin shkencore. Allahu nuk na i ka nda, që të dyja janë për njeriun. Por dallimi i tyre, e dini cili është? Me dituri fetare mësojmë për Zotin. Me dituri shkencore mësojmë për kreaturën e Zotit. E tash, ai i cili armiqson diturin fetare me diturin shkencore, nuk është tjetër veç se është ignorant. Ose është ignorant në fe, ose është ignorant në diturin e shkencës. Nga se është e pamundshme dituria fetare dhe shkencore të vinë në konflikt. A dini çu kemë shpjeguar më qartë? Piktori dhe piktura. Pra, piktura simbolizon atë çfarë ka bë piktori. E piktura nuk mund me orë në kundërshtim me piktorin.
Edhe nuk mundesh ti me armiqësue pikturën me pikturin. Nga se kjo piktura zbulon talentin e pikturit. Sa ma shumë që të hulumtojsh pikturën, ki me njoft talentin e pikturit. Pra, Allahu është krijuesi, dynjaja është krijesa. Dhe kjo dituri për krijesa që mësohet njëve vetëm na zbulon diturin, fuqin, madhështinë e Allahu xhaleshenuhu. A mund më arë kënë armitësi ndo njerë kur? Veç kur njeriu nuk ka dituri, nuk ka njohuri. Një çështje tjetër me këto ajete, që i dërguari Allahut, që të dërguarit e Allahut i erdhen, kuptojmë edhe diçka tjetër. Që to ajete e shpallin një epokë. Që to ajete shpallin epokën e diturisë. Po vjen epoka e diturisë. Pra Muhamedi a.s. është umeti ti është umeti i diturisë. Është umeti i shkrimit, është umeti i lapsit. Nuk është e rastishme që shumë shpejt zbret surja tjetër atje Kalem, surja e lapsit, ku Allah betohet në lapsin dhe ato që shkruan lapsit dhe që shkruajnë ata. Pra po na lajmëron se ka me ardhur një epokë e diturisë. A i dini çfarë dituri deri në nivelin ku njeriu është habit. E shihni se njeriu ka frikë për diturisë vet, aq shumë ka marrë dituri, sa që sot njeriu ka frikë nga dituria vet. Pe ka frikën nga dituria vet. Pse mos po del që kjo dituria të jetë shkatrim për të. Dy gjërave nga dituria që ka bën njeriu sot i tutet mos shumti dhe bota është në telashe të mëdha. Ajo është pra armatimi bërthamor dhe dyta inteligjenca artificiale. Ku njeriu nuk e din si do të përfundojnë këto gjëra. Pra nga kush po tutet sot njeriu nga dituria vet. Po sikur kjo dituria të ishte shoqëruar me besim, s'kish pas nevojë më tut. Nga se besimi është trajtari më i mirë. Dhe kur i dërguari Allahut i erdhën këto ajete, ai Xhibrili nuk erdhi mi thonë, unë jam Xhibrili i Zotit. As nuk u ul aty me bë mohabet me të dërgumin e Zotit, me i thonë mohabet e llafe që shbojmë na. Ai tha lexo dhe kreu këto fjalë çka e tha dhe shkoi. I dërguari Allahut nuk po di se çka u bë. Nuk po di se ç'është pejgamberi, po di se është Xhibrili, nuk po i njeh këto gjëra. Dhe shpellës të poshtë, ku ishin 4-5 km, 6 km dikun, pra të poshtë, shohet në shtëpinë e tij i friksuar. Se i dërguari Allahut nuk e ka njohur Xhibrilin, tashën e shohun. Nga fjalët të cilat janë transmetuar, që i dërguari Allahut i thot Hatijës radiallahu anha, bashortës së vet, me mbula. Dhe thot, kanë roketet, frikë madhe, kanë frikë, thot, se po mprek diçka e keqe. Kone me vëmendje, kanë frikë se po mprek diçka e keqe. Sheh Hatijën tash, një grua e cila kishte mençuri, e cila dinte si të motivonte në momentet e krizës. Çka i tha pejgamberit Zotit? Pasha Zotin tha kur. Pasha Zotin kur, tha Zoti yt nuk të prek me diçka të keqe. A di pse? Nga se ti je ai i cili i mban lidhjet farefisnore. Ti je ai i cili e ushqen të varfërin. Ti je ai i cili bash streh për jetimin, për të ngratin. Ti je ai i cili nderon musafirin në konohën tonë. Ti je ai që rrin krah të vërtetës. Andaj Allahu kur s'ka me të hub ty. Çka po del këtu? Shih çfarë morali ka pas i dërguari Allahut ende pa kon pejgamber. Shihni pra moralin e pejgamberit Zotit. Nganjëherë na mendojmë dhe thomi se jena pasues të sunetit pejgamberit. A do me kon pasues të sunetit pejgamberit? Çe kush o pejgamberi Zotit ende pa kon pejgamber. Ishte te sofra e të varfërve.
ishte të loti i jetimit, ishte tek njerëzit që kishin hallë dhe dertë dhe gajle. Dhe këto fjalë të Hatixhës vijnë pra të përforcuara me ajetin kuranor ku Allahu xheleshenu i zbret pra qysh në fillim të shpalljes. Dhe i thotë të dërguarit, fal mirësisë së Zotit tënd. Ti nuk je i çmendur, je në shpërblim të vazhdueshëm. Mos u thos se s'ka prek çmenduria, mos u thos se s'ka gjetë keqja. Dhe i thot fjalën më madhështore për pejgamberin alayhis salam, innaka la'ala khuluqin adhim, vërtet ti je në moralin më të lartë, në moralin madhështor. O i dërguar i Zotit. Pra ti je njeriu më i përkryer që Allahu ka falë sipërfaqen e tokës në karakter, në moral, në sjellje, në mirësjellje. Ky ishte pejgamberi i Zotit. Pra, çka na u shfaq? Në radhë të parë, dituria. Çka po shfaqet këtu? Morali. Morali. Pra ai i cili është pasuesi i sunetit pejgamberit alayhis salam, le ta pasoj pejgamberin këtu. Le ta pasoj pejgamberin në hallë dhe në dertë dhe gajlet e njerëzve të cilat i dërguari Allahut ishte çdo herë aty. As për falënderim, as për mendje të madhe, as për emën të madh. Por që ndjente nevojë shpirtërore të ishte pranë njerëzve. Dhe nga këtu Hatixha e merr pejgamberin e Zotit grumburnore. E merr për dorë të dërgumin e Allahut dhe qënte një kushëri veti, i cili ishte i shtyrë në moshë dhe lexonte Tevratin ai. Pra këtu e shohim se i dërguari i Allahut nuk e ka njohur Xhibrilin. Nuk e di se çfarë po bëhet me ta. Dhe i dërguari i Allahut këtu i tregon atij se çka ka ndodhur. Ai lexonte Tevratin dhe e dinte. Tha, është namusi. Namusi është emri i Xhibrilit në Tevrat. Tha, si kur tisha me të një mu kur do të nxjerrin nga qyteti. Pejgamberi tha, pse do të nxjerrin nga qyteti? Po tha, nga se secili pejgamber është nxjerrë nga qyteti. E ky namusi tha, ky Xhibrili është pejgamber, tha që është melek që i ka zbritur dhe pejgamberit Musa alayhis salam. A eshe, a mundi me morë me men, veç pak me hi në botën e pejgamberit alayhis salam dhe me pa këtë se çka po ndodh, na kur thoi pejgamberi i Zotit e ka pas let, i dërguar i Zotit e ka pas let. A dini çfarë vështirësish ka qenë këtu i dërguar i Zotit? Ai nuk pe njeh çfarë misioni ka. Ai nuk po din çfarë misioni ka. Ai nuk po di se çfarë duhet bëj tash. Por çdo veprim ti duhet pres me orë Xhibrili. Dhe Xhibrili vanohet për një kohë bajagit të gjatë. Vanohet. Dhe i dërguari i Allahut bëhet shumë arak. Nga frika se mos e ka praktis krejtësisht. Dhe Xhibrili vije prap, duke qenë mbuluar pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe i thot: Ja ayyuhal mudaththir qum fa andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war-rujsa fahjur. 5 ajetet e surës Mudaththir i zbresin të dërguarit të Allahut. Çfarë janë këto ajete? Ajetet e përgjegjësisë. Qofse i shohim me vëmendje, në këto ajete shohim se Allahu xhaleshenuhu po i thotë të dërguarit të tij, ki detyra ndaj shoqërisë, ki detyra ndaj Zotit, ki detyra ndaj vetes tonë. Detyra tua ndaj shoqërisë janë kum të andir, qu dhe tërheqju vrejtjen. Tregoju njerëzve se kjo dunja duket e ëmël, por është shumë e përkohshme, andaj mos u nxejni shumë to. Tërheqju vrejtjen, thuju njerëzve se keni takim me Zotin e juaj, andaj kujdesi çfarë veproni. Mbi kët ajet është ndërtu krejt pejgamberllëku pastaj. Në Kur'anin famëlar.
mbi këtë ajetin, në të cilin Allahu urdhon të dërguarin e Allahut i jep përgjegjësi. Dhe në raport me Zotin thotë madhëroje Zotin tënd. Këtu ndërtohet pastaj baza e adhurimit, ku ngarkohet pastaj tërë adhurimi. Qysh me adhuru Zotin kur i dërguari i Allahut nuk dinte si ta bënte këtë. I vinë ajetet më vonë, si vënohen shumë shpejt i vinë ajetet qysh me adhuru Zotin. Qumi lejle illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Pra, adhuro Allahun gjysmën e natës, ose më pak ose më shumë. Sepse po ta zbresim një fjalë e cila është me peshë të rëndë. Jo një fjalë e vështirë, një fjalë me peshë të rëndë është Kurani. Po pse natën? Nga se nata është në të cilin thot inne lejle hia ashaddu wat'an wa aqwan qila. Nga se nata e ka fjalën më të qëllume, kanë thonë komentatorët, nga se qëllimi është se nata shikimin, dëgjimin, mendjen dhe zemrën i ka të koncentruara në një vend. Dhe i dërguari Allahut pra gjysmën e natës e bënte adhurim, më pak apo më shumë. Duke lexu tekstet e Kuranit të cilat i vinin, ajetet e Kuranit, duke madhru Allahun xheleshenuhu. Dhe çdo herë i dërguari Allahut kështu e ka pas adhurimin deri në vdekje. Që i është shtu pastaj edhe namazet ditore, 5 kohët e namazit, por që Allahu me mëshirën e tij umetit ja ka letu barrën e namazit natës, ja ka bë pra nga sunetet e forta, ndërsa 5 kohët namaz do t'i falim gjithë. Pra po shtrohet baza e adhurimit, qysh në fillim të shpalljes. Edhe këtë adhurim shtoje, për çka ta shtosh këtë adhurim? Se po zbret një fjalë e rënd, pra ki mision të rënd. Dhe pastaj e reflekton veten tonë. Wa thiyabaka fatahhir. Rrobat e tua pastroj. Trupin ton pastroje. Mendjen tonë pastro, shpirtin ton pastro, moralin ton pastro. Pra, Islami nuk mund të paramendohet pa pastrim. Ajetet e pastrimit kanë ardhur qysh në fillim. Qysh në fillim kanë ardhur pastrimi. A mundu me bë namaz pa pastrim? S'mundu me bë. Pra, është një pjesë bukur e madhe detyrave para se të him namaz, që duhet ta kemi pastrimin. Dhe Allahu xheleshenu e shpallin Kur'an se i do njerëzit që pastrohen. Mësoj pra rregullën e pastrimit trupit, të shpirtit, pastaj të mallit, pastaj të mendjes e kështu me radhë. Dhe krejt në fund për ta kuptu mesazhin e gjithë kësaj që duam ta dhom këtu nga këtu ajetet Kuranit, këtu tekstet Kuranit, o vllazni, po e shohim se njeriu për pa i marrë qëto 4 baza nuk mundet me shpëtu as vetveten, as shoqërinë. Muslimanët sot duhet ta ndërtojnë njeriu me këto 4 bazamente. Pra është dituria në radhë të parë, dituri e cila është e shoqënuar me besim, me iman. Dituri e dobishme. E dyta moral. Moral sikur i dërgumit Zotit. E treta me marr përgjegjësi. E katërta me pas adhurimin, bazament fuqishëm. Qëtu është sot problemi. Ki njerëz të cilët bojnë adhurimin perfekt, por dituri ka pak. Ka që ka edhe adhurimin, edhe diturin, po e ka edhe moralin, po përgjegjësi s'merr. Qysh me ndryshu e shoqënia? Kur nuk merr asnjë përgjegjësi? Kush me ndryshu shoqëninë? Kush me fillu me bo davetin thirrjen për ta ndryshuar njeriu? S'ka kush. Po ka shumë për njerëzve sot të cilët kanë marrë përgjegjësi, po se ka as diturin,
nuk e ka as moralin, ja? Ndoshta se ka as adhurimin. Andaj, pa i postu 4 bazamente, pa i postu 4 gjona, një individ ose një shoqëri nuk mundën me ndryshu shoqërinë. Nuk mund bëjnë asgjë të hajrit në shoqërinë e tyre. Andaj na e lusim Allahun xhaleshenu që me kanë prej njerëzve të ndritur, me kanë prej njerëzve të dijes, me kanë prej njerëzve të moralshëm, me kanë prej njerëzve që marrin përgjegjësitë e duhura në kohën e dur, me kanë prej atyre njerëzve të cilët e shtojnë adhurimin dhe ushqehen me adhurimin. Nuk e konsiderojnë adhurimin si barë, po si kënaqësi të shpirtit. Lutemi që Allahu më shpërblyj juve dhe neve me xhennetul firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullah.